E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ndarë me ju një moment shumë të bukur për Dolcen. Dolce sot po bëhet gati që të niset drejt Rinasit dhe prin Rinas të udhëton drejt Italis për të bërë nesër mbrëma gjatë prajmit pjesë e Grande Fratello. Në fakt të gjithë jemi entuziastë të shohim se si do të vazhdon rrugtimi i Dolces në Grande Fratello. Si do të qaset Dolce atje, nga banorët që unë kam parë Dolce është më e bukur, a do të përzgjedhen që të qëndrojnë në Grande Fratello nëse shndrohet një personazh shumë të komentuar, apo do të përzgjedhen që të kthehet në shtëpinë e Big Brother VIP Kosovës. Këtë të ta shohim në ditët në vazhdim, por Dolce me një entuziazëm shumë të madh, me një dashuri shumë të madhe, po merr rrugën drejt Grande Fratello. Tani brenda shtëpisë së Big Brotherit, Edi është duke vajtuar, Edi është duke qarë, Edi po mërzitet, Edi po lëndohet për mungesën e Dolces, por Dolce, siç duket, e ka marrë me shumë dashuri, e ka marrë me shumë pozitivitet, me shumë krenari këtë udhëtimin e saj drejt Big Brother apo drejt Grande Fratello. Unë jam i bindur që Edit do t'i mbeten i çik hatri kur Dolce do të kthehet, sepse Dolce e ka ditur misionin, më thënë ka qenë e informuar që do të shkon drejt Grande Fratello, që do të udhëton drejt një kompeticioni të ngjajshëm në Itali. Mendoj që Edi do të mërzitet për gënjeshtrën që Dolce ja ka bërë dhe për faktin që nuk ja ka thënë që unë po marr këtë rrugtimin, sepse po të ishte e kundërta, duke njohur dhe karakterin e Edit nga këto ditë që po shohim, jam tepër i sigurt që Edi do të ishte tërhequr nga misioni vetëm që mos ta linte Dolce në keq, apo vetëm që mos t'i thonte Dolces që kjo gjëja po bëhet, do me thënë, një mision që ty të lëndohesh. Unë e shoh Edin në këtë formë, do me thënë, shumë të përdorur, e thash edhe dje, i përdorur nga ana e produksionit. Jam i bindur që produksioni do t'ju sillën video dhe do t'ju tregon se çfarë po ndodh me Dolcen, dhe për këtë suportin e madh që po ja japin Dolce, se banorët do ta shohin këtë si suport, sepse është banorja e përzgjedhur për të udhëtuar në Grande Fratello pa pyetjen e saj. Tani nuk e di unë, domethënë, si mund të shkon në Grande Fratello kur nuk u pyet fare, po unë mendoj që ky ka qenë një pazar i bërë që më herët dhe Dolce po udhëton drejt Grande Fratello. Do të shohim si do të jetë qasja e Dolces në Grande, besoj që do të ketë një komunikim shumë të mirë, do të ketë një qasje shumë të bukur, banorët do ta presin me shumë dashuri sepse do ta kuptojnë që nuk është konkurrente, po thjesht, domethënë, është një shkëmbim mes banorëve në Grande Fratello dhe Big Brother VIP Kosovës, domethënë e bëjmë për suportin e tyre, por besoj që Edi do të lëndohet pafund në këtë mes.